Elbasani ka fituar me rezultatin 3-1 sfidën direkte përballë Vllaznisë. Dueli Keruti i vlefshëm për javën e 33 të kampionatit dhuroi emocione të mëdha. Vendasit kaluan në avantazh me Saguë dhe mbyllën pjesën e parë në avantazh të dyfisht, fal golit shënuar nga Alejthia. Në pjesën e dytë Vllaznia u mundua të reagojë dhe ngushtoi shifrat me Çaton, i cili shënoi golin e vetëm të shkodranëve në këtë ndeshje. Por festa e tyre zgjati pak. Alejthia shënoi sërish për verdheblut me ndeshjen që u mbyll me rezultatin 3-1 në favor të vendasve. Pas humbjes, trajneri i Vllaznisë Edi Martini tha se Elbasani fitoi nga disa gabime elementare të futbollistëve të Kuqeblu, por shtoi se llogarit për titullin kampion janë ende të hapura. Bëme disa gabime elementare. Dominum lojën prej fillimit deri në fund, humbëm shumë raste. Duhet të shfrytëzoshim mungesë për qëndrime. Vjen keq sepse dominosh 90 minuta me raste pa fund. Edhe ditë një portier Elbasanit, bravo i qoftë. Kështu që rezultati është të vret, megjithatë gjithçka është. Ne kemi qenë tan kohën në kryesim kampionatit. Sot jemi 2 pikë mbrapa. Kemi javën tjetër, kemi edhe 3 javë me mbyll kampionatin, shpresojmë të kapim vendin e parë prapë. Normal që na dhem si humje, po duhet të ecim poshtë. Nga ana tjetër, trajneri i Elbasanit Ivan Gozdanović, pasi mposhti Vllaznin me rezultatin 3-1, tha se ishte një fitore e rëndësishme për ekipin e tij, teksa gjithashtu falenderoi tifozët për mbështetjen. Po, një fitore shumë bukur dhe shumë rëndësishme. Tani jemi në vendin e parë, patjetër jemi shumë lumtur, janë shumë kënaqur për qunat, por dua të falenderoj edhe për tifozat sot sepse ishte një atmosferë mrekullueshme. Vetëm në Elbasani mund të shkoj atmosfera si sot, nëse jam drejt ishte 7 apo 8.000 tifoz. Kjo është fantastike edhe një respekt për tifozat. Patjetër ishte një ditë e bukur, por ju e dini, nuk kemi marroja si gjë, kemi 3 java së fundit, pastaj kemi Final Four, neve do luftojmë deri në fund. Por ishte një ditë shumë bukur për ne. Tashmë Elbasani parakalon Vllaznin në renditje dhe kryeson një vetëm me 62 pikë, 2 më shumë se Shkodranët.